Pyetja që pështrohet këto orë të fundit është se çfarë po ndodh në Bashkinë e Tiranës. Pasi u rikthye në pozicion, kryetaria në detyrë Anuela Aristani shkarkon 2 besuarit e Erion Veliajt në Bashkinë e Tiranës që mbanin pozicione kyçe, si nënkryetaria Sara Goxhaj dhe sekretari i përgjithshëm Alban Dobrushi. Këtë të fundit, Ristani e zëvendëson me Jonida Halilin. Pavarësisht kësaj situate, Anuela Aristani në reagimin e sotëm tha se Bashkia e Tiranës nuk ka asnjë krizë, ndërsa për herë të parë i thuri lavde kryeministrit Rama. Megjithatë, për të dukur në publik disi e balancuar, ajo vlerësoi edhe kryebashkiakun në arrest, duke thënë se puna vazhdon me të njëjtin vizion që e ka udhëhequr këtë institucion Erion Veliaj. Dua të shpreh mirënjohje edhe për kryeministrin Edi Rama, që në këto ditë të vështira na është gjendur pranë. Të gjitha kanalet tona janë të hapura, thot Ristani. Dhe si njeri në situatë vështire dhe mund të tërhiqet nga dëshpërimi e të bëj dëm sa mund të bëj për atë që i ka ndodhur. Në fakt, ky skenar është për telenovela. Erion Veliaj së paku çfarë ka treguar deri tani duket se nuk ka pranuar kushtet e Edi Ramës për t'u dorëzuar. Madje sipas asaj që duket deri tani është gati edhe për një përballje me të madhin fare, vetëm se nuk ka ndërmend të hap luftë brenda Partisë Socialiste. Ajo që ndodhi në 48 orët e fundit ka qenë një lojë nervash për t'i treguar Edi Ramës që mund t'ia përmbys fushatën, por edhe më shumë se kaq vetëm me një firmë të vetme. Në realitet, ajo që Veliaj bëri me delegimin e kompetencave një nënkryetareje që Rama nuk e priste ka shkaktuar një uragan të vërtet politik, aq sa babloku i Ymer Lalës ka ikur nga fiqiri për 24 orë. Po pse ka ndodhur e gjitha kjo? Ka ndodhur sepse Rama ka insistuar që Erion Veliaj të jap dorëheqjen formale përpara 11 majit, akt që Veliaj nuk e ka pranuar e siç mësohet nuk do ta pranojë deri në fund. Ai ka sfiduar kryeministrin ta shkarkojë, gjë që ishte shumë afër natën e mbrëmshme, por në fund i ka thirrur mendjes se nuk ka të bëjë as me kryebashkiakun e Lushnjës dhe as me leftarallën e Bulqizës, madje as me Safet Gjicin e shkret që e hëngri nga një kurth seksual në zyrën e tij. Përveç thashethemeve pafund, Veliaj me aktin e tij ka hedhur zaret Edi Ramës se është gati të përplaset politikisht me të. Situata është acaruar aq shumë sa Rama ka kërkuar që të ndërmjetësojë me njerëz të ndryshëm vetëm që të mos i sjellë një dëm politik në fushatën elektorale. E pikërisht pas një serie ndërmjetësimesh, Veliaj ka vendosur që të kthehet në pikën 1, pra për të lënë nënkryetaren Ristani si të komanduar, por e gjitha kjo është vetëm një pretekst. E gjitha ka nisur nga loja nën breze e Edi Ramës për të bllokuar kryebashkiakun të takoj familjare bashkëpunëtor në paraburgim. Ditën e sotme, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë një denoncim të fortë. Sipas Berishës, statuset që Erion Veliaj, kryebashkiaku i Tiranës, ka shpërndar nëpër rrjetet sociale me sulme ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve në çështjen e tij, janë shkruar nga vetë Edi Rama dhe zyra e këtij të fundit. Berisha publikon dëshminë e një qytetari digjital i cili thot se Veliaj nuk ka pasur dieni për këto postime dhe se ato janë urdhëruar nga Rama dhe ekipi i këtij të fundit. Në propagandën e sotme, që ishte goxha e gjatë me dalje të njëpasnjëshme dhe reagime në rrjetet sociale, kryeministri Rama i rikthye edhe një herë çështjes së drejtësisë, pasi nuk po di se cila është më fortë si kauzë elektorale, teza e Bashkimit Evropian apo ajo mbi drejtësinë. Rama i thot shqiptarëve që ta votojnë më 11 maj, pasi ai ka pajisur me shpatë dhe me armë spakun dhe drejtësinë e re, ndërsa opozita me në krye Berishën, sipas tij, pas 11 majit kërkon të pres kokën e Altin Dumani. Edhe ditën e sotme, kryeministri Edi Rama faktoi lotët e krokodilit që me demek derdhi për Erion Veliajn, duke thënë se Partia Socialiste ndjen dhimbje personale, por është krenare me reformën në drejtësi. Edhe ditën e sotme, Rama komentoi listat nga kundërshtari Berisha. E nisi me Dash Sulën dhe përfundoi me Agron Shehajn. Për Dash Sulën, duket se Rama nuk i ndahet, pasi sot pranoi publikisht që deputeti demokrat gëzon shumë respekt në zonën e tij të Elbasanit. Duke i përsëritur ftesën për t'u bashkuar me Partinë Socialiste, Rama i kërkoi mirënjohje Dash Sulës për faktin se ka quajtur jo pa qëllim Gjeldeti, pasi dëshmoi më në fund që nuk është pjesë e asaj kënete. Ndërsa për Agron Shehajn, Rama thotë se është kokder dhe tallet me videon e tij nga Mar-a-Lago.
Ej, po ky e pata atë që thoshte po ju flas nga Mar-a-Lago? Si të shkoj unë në Trump Tower në New York dhe të them po ju flas nga Trump Tower, mbështetje e plotë e reformës. Megjithatë kok deri fort, dhe të them të drejtën për t'u respektuar për faktin që doli vet atje, sprovësht ajo, të paktën në kënet nuk hyri, se për të tjerat pastaj, ajo ju flas nga Mar-a-Lago ishte e bukur shumë, thot Rama. E si për të vazhduar joshjen për shqiptarët, se ato që nuk bëri në 12 vite do ta bëj pikërisht në mandatin e 4, Rama paralajmëroi se qeveria e tij po përgatit një dallg të madhe reformash për të luftuar korrupsionin, por jo vetëm. Edhe pse kryeministri ja kalon, sepse është më i ri e më aktiv, edhe Berisha e bëri propagandën e tij këtë të premte. Kreu i Partisë Demokratike u mor me premtimet e kryeministrit Rama, të cilat i cilëson mashtrime, referuar asaj që thot se Shqipëria në Bashkimin Evropian do të antarësohet brenda 2027-s. Në mbledhjen e fundit, Këshilli Evropian në Bruksel i tregoi Ramës të vërtetën, duke refuzuar hapjen e kapitujve të rinj dhe duke mos caktuar asnjë datë për integrimin e Shqipërisë, thot Berisha. Për këtë të fundit, Shqipëria ka mbetur peng i një qeverisje që nuk respekton standardet e kërkuara nga Unioni. Berisha premton angazhimin e Partisë Demokratike për ta rikthyer Shqipërinë në rrugën e vërtet të integrimit evropian dhe siguron që reformat do të realizohen me vullnet dhe përkushtim, jo si ato që bën Edi Rama, me korrupsion e me mashtrime. Por çështja e vogël dhe e madhe është se Sali Berisha e di edhe vetë që nuk vjen dot në pushtet pas 11 majit, se të ishte për ato që thot, sigurisht që qëndrojnë në raport me qeverinë e korruptuar të Edi Ramës në 12 vite. Telenovela e vjetër që është rikthyer vetëm me sebepin e 11 majit vazhdon çdo ditë. Edhe ditën e sotme, kreu i Demokratëve Euroatlantik Lulzim Basha ka replikuar virtualisht me kryeministrin Rama. Ama sot Basha bëri një deklaratë të fortë kur i tha Ramës se ky fundit është sebepçiu që ka kthyer Saliun në Partinë Demokratike, sepse e di mirë që vetëm ai e mban në pushtet. Drejtuesi politik i koalicionit Euroatlantik thot se për herë të parë kryeministri Rama nuk ka gënjur dhe se zgjedhjet i vodhi ai. Sipas Bashës, kjo ka qenë arsyeja sepse Rama donte Saliu në krye të Partisë Demokratike dhe bëri gjithçka që ta rikthente pasi vetëm ai e mban në pushtet. Basha thot se kryeministri do pyll me bufa dhe terr për shqiptarët, por i ka bërë llogarit gabim pasi sipas tij 7x7 bëjnë 313, duke i treguar sërish qelin e burgut. Ditën e sotme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpërndau fondin që i shkon partive politike për fushat për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në total, KQZ ka shpërndar 1.3 milion euro fonde publike, ku shumën më të madhe sigurisht e marrin Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Partia në pushtet merr 65 milion lek, Partia Demokratike 44 milion lek, Partia e Lirisë 9 milion lek, Partia Socialdemokrate 3 milion lek, Partia Republikane 2.6 milion lek, e kështu pasojnë edhe disa parti të tjera, por partitë e reja duket se nuk do të marrin kokër leku. Ky financim synon të mbështes partitë gjatë fushatës zgjedhore, ndërsa gara për zgjedhjet e 11 majit po i afrohet fushatës zyrtare elektorale. Në zgjedhjet parlamentare të 11 majit marrin pjesë 53 parti, ku disa prej të cilave shfaqen për herë të parë në këtë garë. Do thoni ju që sot Partia Socialiste dhe ajo Demokratike janë më të gëzuarat pasi morën gjithë ato para, por ju sigurojmë se për ta nuk ka qenë as pak lajm, pasi këto para as që i hyn as në sy as në xhep. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet bëj një punë tjetër, të merret me financimet e vërteta të fushatave elektorale të zgjedhjeve për ujqërit e vjetër në politik, sepse qarkullon aq para e pistët ilegale dhe korrupsionit, saqë 65 milion shatë sotëm duken thjesht një bakshish. Po ashtu, ditën e sotme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve urdhëroi Lulzim Bashën të heqë simbolet e Partisë Demokratike nga zyrat e tij private në Tiranë. Kërkesë kjo e bërë nga vetë Partia Demokratike. Ditën e sotme u bë publik dinamika e plotë e aksidentit tragjik të 2 netëve më parë në Vor Fushkruj, ku mbetën viktima 4 të rinj. Automjeti me cilin udhëtonin 4 të rinj, fillimisht ka kryer parakalimin e 2 kamionëve që lëviznin në këtë aks dhe më pas kanë hyrë sërish në korsinë e tyre, ndërsa pak momente më vonë janë përplasur me betonierën e ndaluar. Shoferi i kësaj të fundit, 24 vjeçari Aleksandr Krashi, ka bërë me dije përballë grupit hetimor se sapo ka hyrë në rrugën kryesore ku u largua nga vendi i punës, i është fikur mjeti pasi i kishte mbaruar nafta. Ai thotë se ka provuar ta ndez 2 herë dhe më pas ka shkuar në një
karburant aty afër për të marrë naftë dhe pretendon se ka harruar të ndez bllokazhin e makinës. Përplasja ka qenë e fortë dhe sipas ekspertëve ka ardhur për dy arsye: prej shpejtësisë së lartë dhe mungesës së fushpamjes, për shkak se mjeti ka parakaluar dhe nuk e ka parë betonierën e ndaluar. Nga verifikimet paraprake, në momentin e përplasjes mjeti ka qenë me shpejtësi rreth 170 km/h, ndërsa gjatë lëvizjes kur ka kryer dhe parakalimin mund të ketë qenë me shpejtësi rreth 200 km/h. Mësohet se firma ku punonte drejtuesi i betonierës rezulton Helion SHPK, e cila merret me prodhim dhe tregtim betoni që prej vitit 2021, kur edhe është krijuar. Kompania është me administrator Samir Hoxhën, 27 vjeç, i cili është shpallur në kërkim. Ai akuzohet se ka punësuar Aleksandr Krashin si shofer, ndërkohë që ky i fundit nuk kishte patent për drejtimin e mjeteve të rënda, por nga ana tjetër rezultojnë edhe shkeljet rregullave të sigurisë rrugore e të punës. Samir Hoxha rezulton se është djali i Rushdi Hoxhës, biznesmenit që u gjeti vrarë më 6 nëntor 2021 në Qafmoll. Një tjetër rrjet prostitucioni goditet në Tiranë. Në pranga përfundojnë 11 persona, ku pjesë e këtij grupi janë shtetas shqiptar dhe kolumbian. Policia ka ekzekutuar 11 masa sigurie, ndërsa janë vënë pranga 8 shtetas dhe 3 të tjerë janë shpallur në kërkim. Të arrestuarit janë Esmerald Cullolari, Elona Muraj, Juli Gomez, Liliana Valencia, Nicole Benitez, Stefania Marin, Nicole Bertel dhe Anisa Brahaj. 44 shtetaset të huaja nga Amerika Latine procedohen penalisht pasi akuzohen për ushtrim prostitucioni. 47 vjeçaria me iniciale GR e shpallur në kërkim drejtonte këtë aktivitet nga Kolumbia dhe në Shqipëri bashkëpunonte me 39 vjeçarin Esmerald Cullolari. Ky fundit ishte përgjegjës për sigurimin e kushteve në vendin tonë për të ushtruar prostitucion. Tutoria 47 vjeçare dhe Esmerald Cullolari bashkëpunonin me punonjësen e policisë Anisa Brahaj, nën komisare në Komisariatin 4 në Tiranë, për akomodimin dhe përshtatjen e ambienteve ku këto shtetase do të ushtronin prostitucionin. Nga ana tjetër, punonjësia e policisë e ndihmonte grupin edhe për klientel. Çmimet që aplikonte ky grup kriminal varionin nga 200 në 250 euro. Pasi nuk e lejoi të merrte pjesë në ceremoninë e varrimit, gjykata speciale në Hag i jep leje Hashim Thaçit për të shkuar në Kosovë. Ish presidenti i Kosovës kreu sot homazhe dhe vendosi një kuror me lule te varri i Teatit, i cili u nda nga jeta pak ditë më parë, i shoqëruar nga eskorta e sigurisë. Pas kësaj vizite Thaçi ndaloi edhe në shtëpinë e tij. Te varri erdha i fundit bab. Para meje erdhën mira qytetar, së shpejti dorë më dorë do t'i falenderoj të gjithë, të qofti lehtë dheu i Kosovës, shkruhet në mesazhin që Thaçi la tek varri i Teatit. Situata e ditëve të fundit në Turqi është thjesht një gjendje jashtëzakonshme pa shpallur de jure. Mira njerëz u mblodhën jashtë bashkisë së Stambollit për të dytën natë me radhë për të protestuar kundër arrestimit të kryebashkiakut e Kremi Mamoglu, rivali i presidentit Erdogan në garën e ardhshme presidenciale. Protestat kanë shpërthyer jo vetëm në Stamboll, por edhe në qytete të tjera të Turqisë, pavarësisht se regjimi Erdogan i ka ndaluar me ligj. Policia përdori plumbagome dhe gaz lotësjellës ndaj njerëzve që u mblodhën para bashkisë së Stambollit. Në një autobus ku qëndronte kryetari i CHP-s, Özgür Özel, personi që thirrri edhe tubimin, i dërgoi një mesazh direkt kundërshtarit të tij Recep Tayyip Erdogan. Hey Erdogan, ki frikë. Nuk dua të shoh plumba plastik këtu. Nëse jo, policia e Stambollit do të mbahet përgjegjëse për çfarëdo që do të ndodh, paralajmëroi ai. Kush je ti që do të spërkasësh me gaz lotësjellës shpresën e Turqisë? Kryetari nuk është as i korruptuar as hajdut as terrorist, tha Özel, drejtuar presidentit Erdogan, ndërsa i bëri qartë këtij të fundit se rrugët dhe sheshet janë tonat. Ai bën thirrje qytetarëve të mos heqin dorë nga lufta derisa Imamoglu dhe kryetarët e tjerë të lirohen. Në këto protesta, njëra ndër thirrjet kryesore ishte edhe dorëheqja e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Edhe këtë të premte, në të njëjtin vend dhe orë, është paralajmëruar një tjetër tubim për të njëjtën kauzë. Qasja në shumë faqe e platforma sociale mbetet e kufizuar në Stamboll prej ditësh tashmë. Nga ana tjetër, shumë persona janë vënë pranga për postimin e mesazheve provokuese në rrjetet sociale. Përveç Imamoglu, 80 persona të tjerë u arrestuan të mërkurën, ndërsa 20 janë shpallur në kërkim. Më
mëngjesin e së martës. Një zjarr i madh përfshiu sot një nën stacion elektrik, ku përpasoi u mbyll aeroporti Heathrow, më i madhi në Londër dhe në të gjithë Europën. Më shumë se 1300 fluturime drejt dhe nga aeroporti më i ngarkuar i Mbretërisë Bashkuar u prekën sot për shkak të mbylljes së tij një ditore. Pas zjarrit në nën stacionin elektrik, mijëra shtëpi mbetën pa energji elektrike, ndërsa më shumë se 100 persona u evakuuan. Policia kundër terrorizmit që po heton zjarrin në nën stacionin elektrik pretendon se mund kemi të bëjmë me një sulm sabotazhi nga ana e Rusisë lidhur me fushatën e Vladimir Putinit për destabilizim të Europës. Ekspertët pretendojnë se kjo fushatë është vazhdimi i luftës së presidentit Putin për të mbjellë përçarje në shoqëritë europiane dhe për të minuar mbështetjen për Ukrainën. Megjithatë, si gjithmonë, Kremlini mohon në mënyrë kategorike se po kryen akte sabotazhi kundër perëndimit. Policia kundër terrorizmit, e përfshirë në hetimin e sotëm, duhet përcaktoj shpejt nëse ka pasur sabotazh dhe për të sqaruar çështjet e sigurisë mbi mënyrën se si një zjarr i vetëm mund të rrëzojë një pjesë kaq të rëndësishme të infrastrukturës. Zjarri që shkaktoi këtë problematikë është vënë në kontroll. Megjithatë, aeroporti më i madh i vendit dhe Europës ka mbetur pa energji, ndërsa fluturimet janë anuluar të gjitha deri në orën 23:59 të ditës së sotme. Presidenti rus Vladimir Putin vazhdon të shkel paktin me të cilin ra dakord në telefonatën e gjatë me homologun amerikan Donald Trump mbi Ukrainën. Armëpushimi është shkelur me të dyja këmbët që në fillim nga ana e Putin, pasi siç thon shumë njohës të fushës dhe të tij, po ashtu ai nuk e mban fjalën. Rusia ka kryer sulme në Odessa ditën e sotme, ku janë shënuar edhe viktima. Odessa është në zjarr, ka viktima ndër civil, duke përfshirë një ndërtesë banimi shumëkatëshe, një qendër tregtare dhe dyqane, thonë autoritetet e Ukrainës, ndërsa 3 persona kanë mbetur të plagosur, përfshirë një voglushe. Ndërkohë pamjet tregojnë qendrën tregtare që ka shpërthyer në flak. Në fakt që prej arritjes së paktit mes Trump dhe Putin përmes telefonatës 90 minutëshe 3 ditë më parë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e paralajmëroi diçka të tillë, duke i bërë të qartë Shteteve të Bashkuara të Amerikës se Vladimir Putinit nuk duhet i zihet besë. Ndërkohë Europa, ndryshe nga Trump e SBA-t, vazhdon të japë në mënyrë koherente mbështetje Ukrainës, edhe presidentit Volodymyr Zelensky madje ka marrë përsipër përmes samitit të fundit 2 ditor në Bruksel që ta armatosë lufta të vazhdojë. Pas ngjarjes që përfshiu kompaninë Tesla pak ditë më parë, presidenti amerikan Donald Trump ka marrë në mbrojtje Elon Musk. Trump paralajmëron 20 vite burg kush saboton makinat Tesla. Në një postim në Truth Social, Trump shkruan: "Njerëzit që kapen duke sabotuar Teslas do të kenë një shans shumë të mirë për të shkuar në burg deri në 20 vjet dhe kjo përfshin financuesit. Ne po ju kërkojmë." Deklarata e Trump i bashkëngjitet asajt prokurores së përgjithshme në SBA, Pam Bondi, që i cilësoi sulmet e dhunshme në pronën e Teslas, asgjë më pak se terrorizëm i brendshëm, dhe paralajmëroi hetime që imponojnë pasoja të rënda për ata që janë përfshirë në to. 5 automjete të Teslas u dëmtuan kur një zjarr shpërtheu në një qendër përplasje Tesla në Las Vegas. Kombëtarja kuqezi luan sonte përballë Anglisë në Wembley në kuadër të ndeshjeve kualifikuese për botrorin 2026. Në vigjilje të ndeshjes që starton në orën 20:45 minuta, kreu i FSHF-s Armando Duka shprehet besim plot për të realizuar një ëndër. Ai këshillon djemt të jenë një trup i vetëm për të shkuar në botror. Në ndërtimin e Silvinjos, kombëtarja shqiptare luan futboll intensiv dhe kërkon të sulmojë shpejt e drejt për drejt. Fakti që humbjet e kuqezinjve kundër ekipeve më të forta zakonisht vinë me diferencë të vogël tregon disiplinën e tyre mbrojtëse. Mbrojtësi Elseid Hysaj nuk do të jetë i disponueshëm, por trajneri do të ketë në dispozicion dy sulmuesit kryesor, Armando Brojen dhe Rejmanajn, të rikuperuar tashmë nga dëmtimet. Mirëpo ish trajneri anglez Harry Redknapp ka fyer sot kuqezinjt në vigjilje të ndeshjes, duke e cilësuar Shqipërinë si një kundërshtar kot që ai nuk ka ndërmend as ta shohë ndeshjen, se si Anglia do të fitojë përballë saj 5-0.